Përshëndetje të nderuar shikues, ju ftoj që të ndiqni edicionin e lajmeve këtu në UTV News. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar në Kuvend kërkesën për ngritjen e komisionit hetimor për incidentin e Ramës në Vjen. Demokratët ju drejtuan kryesisë së Kuvendit me kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor për të zbardhur detajet e një incidenti të tillë. Pavarësisht kundërshtimit të opozitës, ligjvënësit demokratë zyrtarizuan kërkesën për hetim, pasi sipas tyre ky është një akt barbar dhe dhunimi i imazhit të diplomacisë shqiptare. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar në Kuvend kërkesën për ngritjen e komisionit hetimor për incidentin e kryesocialistit Rama në Vjen. Demokratët i drejtuan kryesisë së Kuvendit kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor për të zbardhur detajet e një incidenti të tillë. Pavarësisht kundërshtimit të opozitës, ligjvënësit demokratë zyrtarizuan kërkesën për hetim, pasi sipas tyre ky është një akt barbar dhe dhunimi i imazhit të diplomacisë shqiptare. Në kërkesën e demokratëve për ngritjen e këtij komisioni hetimor, por shkruhet edhe akti i dhunës dhe i poshtërimit të kryesocialistit Rama ndaj diplomatit shqiptar Ergin Cekës. Në raportin që shoqëron këtë kërkesë, thuhet se Rama, pasi e ka cilësuar provokator diplomatin shqiptar, e ka kapur në pjesën e pasme të kokës nga flokët dhe e ka tërhequr dhunshëm për ta nxjerrë nga ambientet publike ku zhvillohej aktiviteti. Nga informacioni deri tani kryesisht mediatik por edhe zyrtar, rezulton se ngjarja në gjendjen e faktit që është përcjell paraqet interes të theksuar publik dhe një herazi shtetror. Të përfshirë në këtë ngjarje janë së pari një përfaqësues diplomatik i Shqipërisë në një vend të huaj, i njohur për këtë cilësi të tij nga rrethi i personave që kanë asistuar në ngjarjen konkrete. Ky person përfaqëson një zyrtar të shtetit shqiptar. Së dyti, ngjarja ka ndodhur në një ambient me përfaqësues politik të vendit të huaj, efekti të cilës tek ata te kalon në mënyrë masive dimensionet e një grindje të rëndomt. Së treti, motivet apo shkaqet nga të cilat ka marrë shkas ngjarja kanë qenë mosmarrveshja për konsiderata politike që atribuoheshin zhvillimeve politike të shtetit shqiptar. Dhe së katërti, i përfshirë në cilësinë e aktorit kryesor të ngjarjes së shëmtuar, ka qenë zoti Edi Rama, jo thjesht në cilësinë e shtetasit shqiptar, por në cilësinë e kryetarit të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Për shkak të kësaj cilësie, veprimtaria, qëndrimi apo emërtimi çdo lloj konsiderate politike prej tij përthith interes publik. E së fundmi, e gjithë ngjarja është zhvilluar përgjatë një aktiviteti me karakter politik. Argumentat e trajtuara kanë patur lidhje të drejtë për drejtë me masën dhe cilësinë e zhvillimit institucional dhe shtetëror të shtetit shqiptar, në vëmendjen dhe monitorimin e një audience e thirrur në atë eveniment, pikërisht për të përcjellë këto zhvillime shtetërore dhe politike në Shqipëri. Shkaktimi i një ngjarje të shëmtuar, e verifikuar në këto rrethana, ka përcjellë në mënyrë energjike sinjale dhe mesazhe të forta përkeqësuese, jo vetëm në drejtim të prishjes së imazhit të Shqipërisë në ambientin politik ndërkombëtar, por se ngjarja ka përthënë edhe sjellje dhe qëndrime, të cilat dëmtojnë rënd dhe integritetin moral, për kushtimin profesional, besueshmërinë politik dhe dinjitetin diplomatik, që shërbimi diplomatik i duhet garantuar nga kushdo, e aq më tepër nga përfaqësues politik të brendshëm në vendet politike jashtë territorit shqiptar. Në këto kushte, interesi publik dhe një herazia i shtetror që kërkohet si standard kushtetues për çështjen që duhet të kontrollohet, janë më se të pranishëm në këtë ngjarje. Vlerat shtetërore, politike, etike të imazhit, por edhe ato ligjore të dëmtuara me anë të saj, janë të shumëfishta. Është më se e nevojshme që zbardhja e plotë, ftohtë dhe objektive e transparente e kësaj çështje janë aksioni më i pakët që institucionet shqiptare duhet të ndërmarrin, qoftë edhe për faktin se për ngjarje mund të ketë mosmarrveshje, për sa i përket dinamikës dhe impaktit të saj. Një verifikim i plotë është më së nevojshëm, si në drejtim të rikuperimit të imazhit të Shqipërisë, ashtu edhe në rikuperim të funksionit dhe veprimtarisë dinjitoze dhe brenda ligjit të shërbimit diplomatik shqiptar. Në këtë kontekst, ngritja e këtij komisioni hetimor nga Kuvendi në cilësinë e bartësit të sovranitetit popullor siguron njëkohësisht edhe përmbushjen e të drejtës kushtetuese të çdo shtetasi për të marrë informacionin e duhur për çështje me interes publik e shtetëror. Në lidhje me incidentin e kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama dhe diplomatit Ergin Ceka, ka reaguar përmes një letre të hapur edhe ambasadori i Shqipërisë në Itali, Neritan Ceka. Në një letër drejtuar Edi Ramës, Ceka i bën thirrje kryetarit të opozitës që të kërkojë falje publike ndaj familjes Ceka dhe diplomatëve shqiptar kudo ku shërbejnë me detyrë. Miku im i dikurshëm Edi,
Me keqardhje nuk di si të drejtohem sepse sjell ndërmend kohët e largëta të miqësisë son. Një kafe tek Bar Western në Tiranë, një drek tek Quartier Latin në Paris, apo një bisedë në zyrën tënde në Bashkinë e Tiranës. Dhe pyes veten se si mund të ndryshojnë njerëzit në efektin shkatërrimtar të pushtetit. Ke bërë diçka për të cilën duhet të më kishe marrë me njëherë në telefon. Tashmë duhet të më kërkosh falje publike. Ke fyer djalin tim, Eginin, dhe jo vetëm atë, por edhe familjen time. Ke fyer edhe disa dhjetra diplomatë të rinj që na përfaqësojnë denjësisht në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dje, në Vjen ke pasur një takim me shqiptarët që jetojnë atje. Egini që punon prej disa vitesh si diplomat, por edhe si lektor i historisë moderne në Universitetin e Vjenës, kishte ardhur në sallë për të dëgjuar. Në fjalimin tënd je shprehur negativisht për diplomacinë shqiptare dhe veçanërisht për diplomatët shqiptar. Egini ka menduar se nuk e qeni mirë informuar dhe pas përfundimit të fjalimit, të ka takuar dhe është prezantuar si diplomat në Vjen dhe si djali i Neritanit. Të ka thënë se do t'ishte mirë që më parë të kishe parë CV-tet diplomatëve dhe pastaj të gjykoje për kapacitetet dhe punën e tyre. Je përgjigjur në mënyrë arrogante, duke akuzuar Eginin si provokator dhe të dërguar nga pushteti për të vëzhguar takimin. Dhe kur të ka thënë se kishte ardhur si një qytetar i thjesht, përsëri e ke ofenduar dhe e ke kapur prej veshit si një fëmijë kopshti, dhe cilin, një burr tashmë 37 vjeçar, baba të një fëmije, por si mund të mendoje se mund të vinte të provokonte dhe të raportonte për ty nipi i Petronini Luarasit, i Migjenit, i Hysen Cekës, i Skënder Luarasit, i Hasan Cekës dhe i Neritan Cekës? Si mund të guxosh të kapësh prej veshi historinë shqiptare? Qofte dhe historinë e emigrantit Egin Ceka, që shkoi tek studentët që mëngjesin e 9 shtatorit 1991, që mbajti fjalimin para studentëve të grevës së urisë në emër të nxënësve të gjimnazit Sami Frashëri, ditët kur Partia e Punës që ti drejton sot mbylli shkollat e kryeqytetit. Shqiptarit që në moshën 17 vjeçare mori rrugët e Kurbetit dhe jetoi si emigrant deri në vitin 2008, kur u pranua me konkurs në radhët e diplomacisë shqiptare, duke qenë i diplomuar nga universitetet më të mira gjermane. Për fat të keq, skena e sjelljes harbute ndaj Eginit më kujtoi të njëjtën skenë të sjelljes tënde ndaj një fermeri të thjesht në një takim në Krutje gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale të vitit 2007. Të pyeti thjesht se çfarë do të bëjë me fshatin nëse fitonte Partia Socialiste. Ju përgjigje se ishte një provokator dhe një i dërguar nga Partia Demokratike. E kam dhe sot parasysh fytyrën e habitur të tij dhe revoltën e bashkëfshatarëve të tij socialist. Edi, ti ke probleme me ata që flasin ndryshe. Je mësuar me rreshterët e Partisë Socialiste që punojnë vetëm në marrje. Kështu të ka ndodhur edhe me Eginin dhe ky je ti përpara atyre qindra mijëra shqiptarëve që janë formuar ndryshe në këto 20 vitet që kemi iniciuar së bashku në dhjetor të vitit 1990. E kupton se ku ke përfunduar dhe sa larg je me kurajën qytetare të shqiptarëve të vitit 2013? Dhe si është e mundur që nuk e kurajën të kërkosh falje për një veprim turkoshak? Si është e mundur që nuk pate minimumin e kurajës civile, por dërgove për të mbrojtur në parlament Gramoz Ruçin? Akoma ti me sekretarët provincial të Partisë së Punës, po të pyes se çfarë e lidh djalin e Gramoz Ruçit me djalin tënd dhe Eginin? Si mund të zër ai në parlament emrin e djalit tim kur djali i tij është kontingjent i raporteve të policisë? Edi, këtu nuk bëhet më fjalë për socialist dhe demokrat, por për sojzës dhe sojli. Më vjen keq se pushteti të ka tërhequr në anën e tyre dhe çështja nuk është më midis djalit tim dhe teje. Është midis zgjedhjes tënde i rrethuar nga ish rreshterët e bllokut dhe pinjollëve të tyre dhe një brezi të tërë shqiptar është rritur të lirë në këto 20 vjet në bankat e universiteteve evropiane apo shqiptare apo thjesht në parcelën e tyre të fshatit. Janë njerëz të lirë, por ti je i rrethuar nga sklevër dhe san lëpirës. Egini është dhe vëllai i Redonit, i fëmijës që un kam ngritur para qytetarëve tek ura e Lanës në ftesën për të mos sulmuar ndërtesat, por për t'u drejtuar kutive të votimit. Kam të drejtën tani që t'i them atyre se janë përsëri para një dileme. Do t'i ftoj ata mira qytetarë që më ndoqën atëherë, por edhe ata qindra mijë shqiptarë që ishin me zemër atje që ta gjykojnë mirë këtë ngjarje. Do t'i ftoj edhe të gjithë sojlitë e Shqipërisë që të kujtojnë përballjen e qytetarit Egin Ceka me partiakun Edi Rama ditën që do të gjykojnë votën e tyre. Shpresoj që ajo të jetë dita e së vërtetës dhe ata të jenë në anën e sojlive.
Mbështetje për komunitetin fetar dhe për zgjidhjen e të gjitha problemeve për çështjen e tjetërsimit të pronave ka garantuar kryeministri Berisha teksa ka marrë pjesë në inaugurimin e punimeve të kampusit të ri të Universitetit Beder, hëna e plot. Berisha shpreu vlerësimin e tij për ngritjen e infrastrukturës fetare në Shqipëri, pjesës së cilës është edhe ngritja e këtij universiteti me financim të qeverisë turke dhe fondacionit SEMA. Kryeministri Sali Berisha ka marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të fillimit të punimeve për ndërtimin e kampusit të ri të Universitetit Beder, hëna e plot, investime vlerë rreth 20 milionë euro. Kryeministri shprehu mirënjohje ndaj kryetarit të komunitetit musliman shqiptar Haxhi Selim Muxa, kryetarit të fondacionit SEMA dhe qeverisë turke për ndihmën e tyre në ringritjen e infrastrukturës fetare në Shqipëri, si dhe për ekipin pedagogjik të universitetit për punën në vendosjen e standardeve më të larta në mësimdhënie në këtë universitet. Unë me këtë rast duhet të shpreh nderimin më të madh, mirënjohjen time të thellë ndaj kryetarit të komunitetit musliman shqiptar Haxhi Selim Muxa, kryetarit të fondacionit SEMA, qeverisë turke, për ndihmën e tyre bujare në ngritjen e infrastrukturës së rënuar fetare në këtë vend. Të falenderoj rektorin Gjana dhe të gjithë ekipin pedagogjik, të gjithë pedagogët për punën e shkëlqyer që bëjnë në vendosjen e standardeve më të larta në mësimdhënie në këtë universitet. Kryeministri Berisha shprehu mbështetjen e qeverisë për komunitetet fetare për zgjidhjen e problemeve me të cilat ata ndeshën. Kryeministri listoi problemin e tjetërsimit të pronave të komunitetit fetar. Kjo ngjarje e madhe vjen vetëm pas pak ditësh që ne së bashku inauguruam fillim në punimeve të xhamisë më të madhe të vendit, xhamisë së Tiranës. Unë jam këtu për të dhënë ju fjalën, ju dhe të gjithë udhëheqësve të besimeve të mëdha fetare të kombit tonë, se qeveria shqiptare do të bëjë gjithçka për t'i mbështetur ato, se qeveria shqiptare është shumë e vetëdijshme për vështirësitë që ato përsëri gjejnë në rrugën e të drejtave tyre që u takojnë me ligj dhe drejtat patjetërsueshme të pronave. Por qeveria së bashku me ta, me durimin më të madh, do të çojë përpara çështjen e tyre të drejtë. Kryeministri Berisha ka firmosur vendimin e Këshillit të Ministrave për kalimin në fond banesash të një numri objekte shtetërore industriale. Me këtë vendim, Këshilli i Ministrave ju kalon këto objekte në pronësi dhe pa kundërshpërblim, pra falas më shumë se 500 familjeve të cilat janë strehuar në këto godina për rreth 20 vjet. Kryeministri Berisha ka firmosur vendimin e Këshillit të Ministrave të miratuar në mbledhjen e datës 24 prill 2013 për kalimin në fond banesash të një numri objekte shtetërore industriale, përkatësisht në ish kombinatin autotraktorëve, uzinën e Fodur Mek në Shkoz, ish kombinatin e tekstileve të Pambukta, si dhe ish uzinën Dinamo e Re në Tiranë. Me këtë vendim, Këshilli i Ministrave u kalon këto objekte në pronësi dhe pa kundërshpërblim, pra falas më shumë se 500 familjeve, të cilat janë strehuar në këto godina prej rreth 20 vitesh. Këto objekte kanë humbur prej vitesh qëllimin ekonomik dhe publik që kanë patur. Familjet e strehuara në to, gjatë këtyre 20 viteve, i kanë përshtatur këto objekte në ambiente e banimi dhe i paguajnë shtetit rregullisht detyrimet për shërbimet e energjisë, ujësiellës, kanalizimeve të tjerë. Me këtë vendim, Këshilli i Ministrave, duke kaluar në pronësi të këtyre familjeve këto objekte, i jep zgjidhje një problemi të mpret social shumë vjeçar për një numër mjaft të madh banorësh në rrethin e Tiranës, ato të strehimit të tyre. Marrja e titullit të pronësisë ju jep këtyre familjeve të qytetit të Tiranës zgjedhjen përfundimtare për përmbylljen e nevojës për strehim
në mënyrë të lishme. Kabineti qeveritar ka ngarkuar entin e banesave për trajtimin sa më shpejt të këtyre rasteve. Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka vizituar banorët të cilët prej 2 ditësh kanë hyrë në grevë për shkak se përmbarimi i ka nxjerrë nga banesa ku jetonin që nga viti 1947. Kreu i Bashkisë ofroi si zgjidhje për ta transferimin momentalisht në banesa me qera që do të paguheshin nga donatorët. Por nga ana e tyre, banorët nuk kanë pranuar këtë opsion, duke kërkuar zgjidhje përfundimtare dhe jo tranzitore. Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka vizituar banorët të cilët prej 2 ditësh kanë hyrë në grevë për shkak të përmbarimit që i kanë nxjerrë nga banesa ku jetonin që nga viti 1947 në rrugën Margarita Tutulani në kryeqytet. Pasi u interesuar për gjendjen shëndetësore të banorëve në grevë, Basha tha se Bashkia e Tiranës përmes donatorëve, pasi ligjërisht nuk i lejohet të paguajë, do të sigurojë familjarët që të strehohen për një periudhë 3 mujore dhe pastaj të shihet mundësia e strehimit përfundimtar të tyre. Ne do të mundsojmë një periudhë tranzicioni në banesa me qirat marra përsipër nga Bashkia e Tiranës me ndihmë donatorësh, sepse vetë nuk kemi mundësi ligjore të vërteta. Do ta përdorim këtë periudhë tranzicioni 3-4 mujore për të parë cili nga 3 programet që ne ligjërisht disponojmë, dhe sapo i përmenda, mund të aplikohet në mënyrë që edhe afatgjat ke një zgjidhje, qoftë banesa me sociale, qoftë kredi kur mund ta përballojnë, apo bonus qiraje në rast se dy parat nuk mund të funksionojnë. Unë sapo diskutova me banorët dhe siç u shpjegova, kronologjia e veprimeve do të jetë kjo. Spari do të shikohet nëse vendimi i përmbarimit pro forma i përmbush kriteret, në qoftë se po, shpresoj dhe besoj që oferta ime si qytetar me ndjeshmëri, po dhe si kryetari i bashkisë me një mundësi për ndihmuar, qoftë edhe jo brenda tagrit ligjor, por të paktën për shkak të ndjeshmërisë që edhe qytetarët tjerë kanë këtë probleme, do të ndiqet. Nëse pro forma vendimi përmbarimit nuk përmbushet, që ka pretenduar nga banorët që unë nuk kam mundësi ta them tani, do ta verifikojmë se ka rënë ashtu, atëherë nuk mbetet gjë tjetër veç sa të rikthehen gjendjen e parë. Po ashtu, banorët grevist janë vizituar edhe nga avokati i popullit Igli Totozani, i cili bëri thirrje që të merren masat e duhura për këtë problematik. Nuk mund të jap një përgjigje para se të shohim me specialistët tanë dokumentat. Akti i kryetarit bashkisë është një akt mjaft pozitiv i cili duhet përshëndetur për faktin sepse e ka pranuar ndoshta i pari zyrtarisht këtë shqetësim qytetar. Asnjëherë nuk kemi marrë deri më sot një përgjigje më të bukur dhe elokuente se kjo që dha kryetari i bashkisë, i cili me prezencën e tij këtu tregoi që e njeh këtë shqetësim. Pra shqetësimet e ngritura nga avokati i popullit, por dhe nga qytetarët, ai i njeh. Pra e ka pranuar dhe kjo është një gjë pozitive. Në momentin që do të na vijë ankesa nesër, ne me ekspertët do të verifikojmë këtë situatë, do të mbajmë qëndrimet tona, të cilët mund të variojnë në varësi të asaj çka do të gjejmë ne, qoftë në zvarritjen e procesit të kundërshtimit përmbarimor, qoftë nëse kanë një pretendim të një natyre tjetër. Nga ana e tyre, banorët kanë kundërshtuar propozimin e kryebashkiakut Basha, duke kërkuar zgjedhje përfundimtare dhe jo tranzitore. Kryeministri Berisha, duke inauguruar segmentin rrugor Bërxull-Domje, u shpreh se projekti i ardhshëm i të djathës është që çdo zonë rurale të ketë infrastrukturën e qyteteve. Kreu i qeverisë tha mëtej se alternativa e majtë është e gënjeshtërt dhe se më 23 qershor duhet të ndahemi një herë mirë nga bllokuesit. Kryeministri Berisha, teksa ishte i pranishëm në inaugurimin e rrugës Bërxull-Domje në Tiranë, u shpreh se në zgjedhjet e 23 qershorit shqiptarët do të ndahen një herë mirë nga ata që bllokuan statusin e vendit. Berisha tha se alternativa e majtë është alternativë e gënjeshtër. Pra alternativa jonë është rrugë të reja, shkolla të reja, kopshte, qendra shtetësore, ujësjelsa, kanalizime, vende pune, rritje rrogash, rritje pensionesh. Po alternativa tjetër cila është? E varfër, e shkret në ide, e pasur në mashtrime, në tryllime të përditshme. Më lejoni edhe njerë, t'i rikujtoj Zotit Rama, se gënjeshtra është frika e njeriut nga vetja e tij. Se gënjeshtra është dobësia më të mërshme e burrit, dhe se ti
nga mëngjesi deri në darkë shpërndan vetëm gënjeshtra. E keni ndigjuar kohët e fundit vëllezër të thotë që s'kam qenë kur kundër rrugës kombit. Po le t'i themi pak këtu para jush. Nuk kam e keq. Po kush i nisi deputet tu si qetnik për të bllokuar ndërtimin e tunelit, po t'i përzun miditor më dha 5 minutave, a nuk i nisi ti për të vendos çadrat e grevësurisë? Nuk ka burr në Ballkan si ai. Arqitekt më të zotin për humbje një mas tjetrës. 23 qershori po vjen. Të ndahemi përfundimisht me këtë grup njerëzish, të cilët në një akt të shëmtuar, antishqiptar, në një akt të shëmtuar, kundër interesave të çdo fëmije, çdo triu, çdo burri dhe çdo gruaje, bllokoi integrim statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Po ashtu gjatë fjalës së tij kreu I qeverisë u premtoi banorëve të kësaj zone se qeveria do të mbështesë çdo projekt paraqitur nga kryetari I kësaj komune. Jam këtu për t'u dhënë fjalën se do mbështesim, do financojmë çdo projekt që kryetari juaj, Këshilli I komunës suaj do të bëjnë për të ndryshuar jetën tuaj. Së shpejti do të fillojnë punimet e rrugës Bërxull-Laknas. Ndërkohë kryetari ka kërkuar investime tjera shtesë dhe po merren të gjitha masat që në komunën tuaj, që këtu në Domje të bëjmë gjithçka për infrastrukturën më moderne, infrastrukturën më të mirë. Ne kemi shpallur përparësinë tonë më madhore, infrastrukturën moderne, rrugë, drita, kanalizime, ujësjellës, shkolla moderne në të gjitha komunat dhe fshatrat e vendit. Rikonstruksioni I rrugës Bërxull-Domje me gjatësi 5.3 km është një investim me vlerë rreth 232 milion lekë, financimi I qeverisë shqiptare dhe Bankës së Këshillit të Evropës. Kjo rrugë ju vjen në ndihmë 10.000 banorëve të kësaj zone dhe lidh fshatrat Bërxull, Domje dhe Laknas me rrugën nacionale Tiranë-Durrës dhe superstradën e Rinasit. Me rastin e 20 vjetorit të vizitës së Papës Gjon Pali II, kryeministri Berisha pritini një vizitë veçantë më pas shtroi një darkë për nder të kardinalit Stanislav Dzivic, I cili shoqëroi nga nunsi apostolik në Shqipëri zot Ramiro Molinar Ingles, si dhe shkëlqësia e tij I peshkvi I metropolit I dioqezës Tiranë-Durrës Monsignor Rok Mirdita. Kryeministri Berisha shtroi një darkë zyrtare për nder të shkëlqësisë së tij kardinalit Stanislav Dzivic, I cili shoqëroi nga nunçi apostolik në Shqipëri, Imzot Ramiro Molinar Ingles, si edhe shkëlqësia e tij, arshipeshkv metropolit I dioqezës Tiranë-Durrës, Monsignor Rok Mirdita. Kardinali Dzivic është në Shqipëri me rastin e përkujtimit të 20 vjetorit të vizitës historike të Atit të Shenjtë Papa Gjon Pali II. Gjatë takimit, kryeministri Berisha I shprehu kardinalit Dzivic kënaqësinë e tij për raportet shumë të mira që ekzistojnë midis Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë, si edhe shprehu mirënjohjen e thellë për ndjeshmërinë dhe mbështetjen e madhe që Vatikani ka demonstruar ndaj popullit shqiptar në përgjithësi, si edhe për ngritjen e Kishës Katolike në Shqipëri. Në vijim, kryeministri foli për vizitën e Papa Gjon Pali II 20 vite më parë dhe shprehu kënaqësinë që kishte mundësinë të ishte ftuesi dhe pritësi I kësaj vizite. Sikurse u shpreh kryeministri Berisha, Shqipëria e tyre viteve nuk kishte çliruar krejtësisht nga tmerret e diktaturës, por ishte rrëmbyer nga gëzimi I pafundi një perspektive shpresplot që po provonte liria. Kryeministri Berisha theksoi se kjo vizitë është memorizuar në ngjarjet më të rëndësishme të historisë së vendit tonë, sepse ishte e para vizitë një pape në Shqipëri. Nga ana e tij, kardinali Dzivic falenderoi kryeministrin Berisha për klimën e ngrohtë të pritjes që ndjehet kudo gjatë vizitës së tij.
Kardinali solli gjatë bisedës disa dëshmi autentike për dashurinë që Papa Gjon Pali II kishte për Shqipërinë dhe shqiptarët. Sot, thai, kujtojmë jo vetëm 20 vjetorin e vizitës së Papa Gjon Palit të II, por me kënaqësi festojmë edhe 20 vjetorin e shugurimit i peshkvnor të Monsignor Rok Mirdita, si edhe të Imzot Molinar Ingles. Kryeministri Berisha dhe kardinali Dziviç konfirmuan marrëdhëniet shumë të mira që ekzistojnë midis dy shteteve dhe shprehën bindjen dhe besimin për bashkëpunimin e shkëlqyer edhe në të ardhmen. Me rastin e 20 vjetorit të vizitës së Papa Gjon Palit të II në Shqipëri, në katedralen e Shën Shtjefnit në Shkodër, Arqipeshkvia Metropolitane ka organizuar meshën solemne në falënderim Zotit për vizitën e Papës Gjon Palit të II. Ka qenë arqipeshkvi Imzot Angelo Masafra, i cili ka theksuar se kjo datë është mjaft e rëndësishme për të gjithë besimtarët e krishterë për mesazhet që Papa Gjon Pali II i drejtoi popullit shqiptar. Por i gjithë ky gëzimi i ynë për hire të këtyre tremtimeve ka si themel Pashkët e Zotit, ku me vëdekjen dhe ringjalljen e tij fitoi mbi armikun e të keqe dhe ka si sfond vitin e fesë që jemi duke premtuar. Prandaj besoj se është e nevojshme të jemi të kujdesshëm gjithmonë që të ndriçojmë jetën tonë me dritën e vitit liturgjik dhe të rinjosim historinë tonë në frytë të historisë së Krishtit të shpëtimtar. Papa atë ditë la shumë mesazhe ku i tërhoqi vëmendjen shoqërisë dhe kishës sonë që të ketë kujdes për ndërtimin e një jetë shoqërore me vlera të rinjohura në të mirën. 25 prilli është një datë e shënuar për kombin shqiptar, si dita që përkujton vizitën e Papa Gjon Palit të II në Shqipëri. Këtë vit mbushen plot 20 vite nga kjo vizitë. Më 25 prill 1993, Papa Gjon Pali II shuguroi në katedralen e Shkodrës 4 ripeshkvi shqiptar, midis tyre dhe Imzot Rok Mirdita, arqipeshk i metropolit Tiranë-Durrës. Papa Gjon Pali II vizitoi Shqipërinë duke u ndalur në Shkodër dhe Tiranë. Gjatë vizitës ai dhuroi kishës së martirizuar hierarkinë e re të pas diktaturës 4 ripeshkvi të rinj. Pas meshës janë bërë edhe omazhe pranvareve të klerikëve. Kodi zgjedhor dhe zbatimi i ligjit duhet të jenë prioriteti kryesor i punës së komisionerëve në mënyrë që shqiptarëve t'u jepet një proces transparent. Kështu ka deklaruar kryetaria e KQZ-s Lefterie Leshi, teksa ishte e pranishme në fillimin e trajnimit të atyre që do të merren me përgatitjen e komisionerëve të KZAZ-ve. Apelin ndaj forcave politike për të kontribuar në mbarvajtjen e procesit zgjedhor e ka drejtuar edhe përfaqësuesi i Komisionit Venecias Konrad Olshevski. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur ditën e premte procesin e trajtimit të trajnuesve për komisionerët e KZAZ-ve. Kryetaria e KQZ-s Lefterie Leshi tha se është mjaft i rëndësishëm bashkëpunimi nga të gjithë aktorët për të pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Sipas saj, kodi zgjedhor dhe zbatimi i ligjit duhet të jenë prioriteti kryesor i punës së komisionerëve në mënyrë që shqiptarët u jepet një proces transparent dhe rezultati i këtyre zgjedhjeve të pranohet nga të gjitha forcat politike. Mbetem e bindur se pa bashkëpunimin e ngushtë dhe pa mbështetjen e të gjithë hallkave të këtij procesi, asnjë palë nuk mund të realizojë në Shqipëri zgjedhje të lira, të ndershme, të barabarta, transparente dhe demokratike, në përputhje me parimet dhe rregullat e vendosura në Kushtetut dhe në Kodin Zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me të drejtë konsiderohet si autoriteti më i lartë përgjegjës për garantimin e procesit elektoral. Por në fakt, aktorët janë më të shumtë, sa që janë të paneglizhueshëm edhe ndikimet e tyre. Unë përfitoj nga kjo tryezë që t'i ftoj të gjithë palët, t'i bashkojnë vullnetit maksimal pozitiv që ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për t'u dhënë shqiptarëve një proces të ndershëm, të drejtë, një klim transparente dhe demokratike zgjedhore, një rezultat të planueshëm nga të gjithë palët. Komisionerët të çdo niveli, ashtu si dhe votuesit, kandidatët dhe partitë politike duhet respektojnë standardet më të larta të etikës, duke respektuar rigorozisht edhe me paanshmëri procedurat ligjore dhe kodin zgjedhor sigurisht. Ndërkohë, përfaqësuesi i Komisionit të Venecias, Konrad Olshevski, i bëri apel forcave politike që të japin kontributin e tyre në mbarvajtjen e procesit të zgjedhor. Ai tha se palët nuk duhet vetëm të shohin ligjin,
por dhe ta zbatojnë atë. Ligji është mjaft i rëndësishëm, por nuk duhet vetëm të shikohet, por mjaft i rëndësishëm të zbatohet. Partitë politike duhet të kryejnë detyrat e tyre në mënyrë të pavarur. Vetëm në këtë mënyrë do të ketë një proces të rregullt dhe transparent. Zgjedhjet nuk janë për partitë, por për qytetarët. Prandaj këta të fundit duhet të marrin pjesë në zgjedhje. Trajnuesit e KZAZ-s janë 52 persona dhe 24 të tjerë janë inspektor në zyrat rajonale. Trajtimi i tyre do të bëhet në 2 grupe. Grupi i parë të premten dhe të shtunën, grupi i dytë ditën e hënë dhe të martën. Të rivendoset konsensusi për të zgjidhur ngërçin në Komisionin Qendror Zgjedhor. Këtë ka kërkuar kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta pas takimit me kreun e Partisë Aleanca Popullore Artur Dojaka. Meta tha se tashmë është shkelur kodi zgjedhor dhe kushtetuta, prandaj forcat politike duhet gjejnë një zgjidhje të përbashkët që të mos dëmtojnë edhe më tej procesin. Duhet të rivendosur konsensusi për të zgjidhur ngërçin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kështu shpreh kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta pas takimit me kreun e Partisë Aleanca Popullore Artur Dojaka. Meta tha se tashmë është shkelur kodi zgjedhor dhe kushtetuta, prandaj forcat politike duhet të gjejnë një zgjidhje të përbashkët, pasi zgjidhja e njëanshme do ta dëmtonte edhe më tej procesin. Ndërkohë Meta i ka cilësuar tentativë për diversion deklarata të cilat thonë se kreu i PBD-njës Vangel Dule është kundër antarit të LSI-s në KZAZ. Aktualisht kemi një situatë papranueshme dhe për këtë përgjegjësia është e drejtë e mazhorancës, e cila dhunoi kushtetutën, kodin dhe pavarësinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Natyrisht që zgjidhja është rivendosja e besimit, rivendosja e konsensit, midis këtyre 2 forcave që kanë bërë kodin dhe ecja përpara. Këtë rivendosja e besimit, rivendosja e konsensusit. Konsensusi dihet se kush e prishi në mënyrë krejtësisht njëanshme, arrogante, brutale dhe tepër të vrazhme. Besoj se opozita ka qenë dhe do të jetë në të njëjtën linjë, as një përpjekje për të sjell dhe mbjell diversion brenda radhave të opozitës nuk shkon. Opozita ka një qëndrim shumë të qartë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe për çështjen e KQZ-s jemi në një sintoni të plot edhe me kolegun tonë të nderuar, zotin Dule. I pyetur nëse LSI do të ketë kandidat në listat e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 23 qershorit, Meta tha se LSI ka listat e veta. Lidhur me çështjen e listave, Lëvizja Socialiste për Integrim ka listat e saj. Në të gjithë vendin, Partia Socialiste, forcat tjera politike kanë listat e tyre. Kjo gjë besoj se është në mënyrë të qartë edhe pa ekuivoke. Ndërkohë Meta ritheksoi sërish se LSI ka mbështetur dhe vijon të mbështesë çështjen Çame. Ministri i Brendshëm Flamur Noka ka reaguar nëpërmjet zëdhënësit për shtyp Leonard Holli në lidhje me fotot e publikuara në media, ku ai shfaqej në shoqërinë e personave të inkriminuar. Këto foto zëdhënësit i Leonard Holli ka cilësuar një shpifje të bërë nga deputeti socialist Sajmir Tahiri, ndaj të cilit do të ngrihet edhe një padi. Ministri i Brendshëm Flamur Noka deklaron me përgjegjësi të plotë individuale dhe institucionale se në fotot e bëra publike asnjë nga personat prezent në këtë takim nuk kanë kurfar lidhje me individët e stisur nga shpifsi Tahiri, me të cilët kupola e krimit Partinë Socialiste ka pranuar publikisht se ka lidhje politike dhe biznesi. Ministri i Brendshëm i konsideron shpifje të tilla si përpëlitje të pashpresa të njerëzve të botës krimit për të stisur tunaja me qëllimin e vetëm, dëmtimin e hetimit dhe për të shpëtuar përballjen me drejtsinë e ortakëve të tyre politik dhe në biznese. I bëjmë di opinionit publik se asnjë tymnaj, kasnecës dhe shpifësish nuk do të mund të pengojë zbardhjen e krimit makabër ku humbi jetën kryekomisar Dritan Lamaj dhe çuarjen e autorëve përpara drejtësisë. Ministri i Brendshëm shpreh bindjen e plotë se strategjia e shpifjeve, përbaljes dhe denigrimit publik është rezultati i panikut të plotë që ka përfshirë zotin Rama dhe rilindasit e tij para humbjes së thellë që i pret me 23 qershor. Gjithashtu, ministri i Brendshëm zoti Flamur Noka do të ndjek të gjitha rrugët ligjore dhe do të paraqesë padinë e tij në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë ndaj shpifësit të pandrejshëm Sajmir Tahiri.
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës ka nënshkruar marrëveshjen plotësuese me kompaninë San Leon për kërkimin e hidrokarbureve në detin shqiptar, e cila arrin vlerën e rreth $250 milion. Zëvendës ministri Eno Bozdo u shpreh se kjo marrëveshje tregon edhe një herë interesin që kanë investitorët e huaj për klimën e biznesit në Shqipëri. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës ka nënshkruar marrëveshjen plotësuese me kompaninë San Leon për kërkimin e hidrokarbureve në detin shqiptar. Sipas marrëveshjes, në këtë periudhë të dytë të kërkimit, parashikohet që të investohen $250 milion për një periudhë kohore 2 vjeçare. Zëvendës ministri Eno Bozdo u shpreh se kjo marrëveshje tregon edhe një herë interesin që kanë investitorët e huaj për klimën e biznesit në Shqipëri. Sipas Bozdos, përveç zbulimit të vendburimeve të reja të hidrokarbureve, marrëveshja në fjalë do të hapë edhe shumë vende të reja pune. Ky nënshkrim kontrate tregon besimin e madh që kompanitë e huaja, kompanitë të rëndësishme që operojnë në sektor strategjik kanë tek klima e biznesit në Shqipëri, tek qeveria shqiptare, dhe dëshiroj që në këtë rast të nënshkrimit të kontrate të siguroj që askush dhe asnjëherë dhe çfarëdo që të ndodh, ky besim midis qeverisë shqiptare dhe investitorëve të huaj nuk do të lëkundet. Jo vetëm kaq, por qeveria shqiptare do të vazhdojë më tej të përmirësojë klimën e biznesit për të tërhequr investimet e huaja direkte, të cilat mundësojnë jo vetëm krijimin e vendeve të reja të punës, siç është rasti për cilin po flasim, por nga ana tjetër mundësojnë atë që është më e rëndësishme, nxjerrjen dhe përpunimin e rezervave hidrokarbure, pasurive të nën tokës shqiptare, të cilat do të përkthehen më pas në më shumë vende pune të krijuara, në më shumë taksa të mbledhura, në më shumë investime publike në shkolla, në spitale, pra në një standard më të lartë jete për të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Nga ana e tij, përfaqësuesi i kompanisë San Leon, zoti Paul Sullivan, konfirmoi marrëdhënie të shkëlqyera me autoritetet shqiptare. Sullivan bëri të ditur se nga viti 2011 që kompania San Leon është prezente në Shqipëri, janë investuar $10 milion. It is with great pleasure that I'm here today to sign this agreement with the Albanian government. Është një kënaqësi e madhe të jem këtu për të firmosur një marrëveshje shumë të rëndësishme për kompaninë tonë. Gjithashtu jemi të kënaqur për bashkëpunimin që kemi me autoritetet shqiptare. Me miratimin e parë të marrëveshjes në vitin 2011, kompania ka investuar $8 deri në $10 milion për regjistrat e punimeve tridimensional sismik. Të dhënat e para na inkurajojnë të vazhdojmë më tej punën tonë. Ne do të shpojmë pushin kërkimor në vitin 2014 dhe shpresojmë që bashkëpunimi me autoritetet shqiptare të vijojë i shkëlqyer. Zbulimi i vendburimeve të reja të hidrokarbureve do të ketë impakt direkt për sigurimin e sasive të nevojshme të gazit, duke kontribuar kështu në konkretizimin e objektivit për gazifikimin e Shqipërisë. Është zhvilluar në Tiranë konferenca mbi të drejtat e autorit. I pranishëm në këtë konferencë ministri i Kulturës Visar Zhiti u shpreh se drejta e pronësisë intelektuale është në themel të gjitha të drejtave dhe se për këtë nevojitet të edukohen brezat. Ndërsa drejtori i zyrës shqiptare për të drejtën e autorit Muj Buçpapaj tha se nga zyra që ai drejton është bërë një punë e madhe në sekuestrimin e produkteve të prodhuara në shkelje të së drejtës së autorit. Në kuadër të ditës botërore të pronësisë intelektuale, Agjencia e Prodhuesve të Fonografimit në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës organizoi një tryezë të rrumbullakat rreth problemeve të pronësisë intelektuale dhe të drejtave të autorit në Shqipëri. I pranishëm në këtë aktivitet, ministri Visar Zhiti u ndal në rëndësinë që ka përfshirja e çështjes së mbrojtjes së të drejtave të autorit në kurrikulën shkollore, në mënyrë që edukimi me të drejtat e autorit të merret qysh në ciklin fillor. Në këtë fushë mbetet shumë për të bërë. Ky është një proces i cili kërkon paralelisht të ecin disa faktorë. Nga njëra anë, duhet të rritet sensibiliteti i të gjitha autoriteteve institucionale për rëndësinë që ka kjo fushë, që ka në zhvillimit ekonomike dhe kulturore të vendit, si dhe duhet punohet në drejtim të informimit dhe të ndërgjegjësimit të komunitetit e të mbarëshoqërisë për të drejtat dhe detyrimet të cilat janë të pashmangshme. Garantimi i baze ligjore solide e përputhur dhe harmonizuar me të gjitha normat ndërkombëtare dhe direktivat e BE-s. Projekt ligji i të drejtës së autorit do të miratohet së shpejti. Ndërsa drejtori i zyrës shqiptare të drejtave të autorit Muj Buçpapaj
U shpreh se që nga viti 2007 janë arritur rezultate të prekshme në fushën e sensibilizimit dhe ndalimit të atyre që shpërdorojnë produktet e mbrojtura nga ligji të drejtës autorit, ndërkohë që gjatë kësaj periudhe janë vendosur rreth 800 gjoba. Gjatë kësaj periudhe janë vendosur rreth 800 gjoba. Janë tërhequr nga prodhuesit dhe shpërndarësit e fonogrameve të lishme në treg rreth 160.000 copë pulla. Janë konfiskuar rreth 42.000 copë CD, DVD pirate. Janë bllokuar me mira copë libra të shumëfishuar në mënyrë abuzive apo pirate. Janë bërë me mira inspektime dhe vazhdojnë ato me intensitet të lartë në terren për të gjithë përdëruesit e drejtës autorit dhe drejtave të lidhura, duke filluar nga përdëruesit e muzikës deri tek ata të programeve kompjuterike dhe softvereve, të transmetuesve digjital e tjerë, duke të kaluar në fakt çdo parashikim, pasi mënyra se si njerëzimi po shpreh krijimtarinë dhe risinë ka ndryshuar thellësisht në trajtat të gjeneruara, sido që piknisja është e hershme dhe origjinale. Çdo vit organizata botërore e pronësisë intelektuale përzgjedh një slogan për të frymëzuar komunitetin global të krijuesve. Këtë vit ka përzgjedhur sloganin Krijimtaria gjenerata tjetër. Zyra për mbrojtjen e dhënave personale shpreh vlerësimin që institucionet të ndryshme kanë filluar të konsultohen për të respektuar privatësinë e individëve në rrethana të caktuara, por nga ana tjetër komisionerja Flora Çabej ju bëri thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast ku konstatohet shkelja e privatësisë së tyre. Zyra për mbrojtjen e të dhënave personale shpreh vlerësimin që institucionet të ndryshme kanë filluar të konsultohen për të respektuar privatësinë e individëve në rrethana të caktuara. Gjatë një bashkëbisedimi me të rinjt, komisionerja Flora Çabej ju tregoi këtyre të fundit, një rast kur policia e shtetit u konsultua me Zyrën për mbrojtjen e të dhënave personale, pasi ishte në dilem nëse duhej apo jo të publikonte foton e një personi i cili kërkoi nga drejtësia britanike për vrasje. Një rast konkret lidhur me këtë është i policisë së shtetit. Kërkohej nga Britania e Madhe, nga Britania nga Anglia, kërkoi që të dërgohej foto e një të shumë kërkuari i cili kishte kryer vepër penale, vrasje dhe ishte dënuar me 25 vjet. Pra ishte dënuar me vendim të gjykatës të formës së prerë. Ata me të drejtë, pa patur atë dijenin e dur, menduan që të merrin opinionin ton. A duhet ta dërgonin për publikim policisë britanike këto foto? Dhe përgjigjja ishte po. Sepse në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një person i cili prezumohet i pafajshëm. Kemi të bëjmë me një person i cili është i dënuar me vendim të gjykatës formës së prerë. Dhe në të kundërtën e mbrojtjes privatësisë, ai përbën rrezik për publikun, kështu që në këtë rast publikimi i fotove të këtij personi është më së i domosdoshëm, është në interes të publikut. Gjithashtu komisionerja Flora Çabej ju bëri thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast ku konstatojnë shkeljen e privatësisë së tyre. Ministria e Mjedisit ka vendosur gjoba në vlerë 500.000 lekë të reja për 11 subjekte të cilat merren me riciklimin, përpunimin dhe grumbullimin e vajrave të përdorura dhe mbetjeve portuale. Gjatë një konferencë për shtyp, drejtori i kontrollit të Mjedisit në këtë ministri, Alfred Deshati, tha se gjatë kontrollit inspektorëve të këtij institucioni është vënë re shkelja e disa rregullave mjedisore nga këto subjekte, ndërkohë që janë pezulluar lejet mjedisore edhe për 14 subjekte të tjera. Ministria e Mjedisit ka vendosur gjoba në vlerë 500.000 lekë të reja për 11 subjekte, të cilat merren me riciklimin, përpunimin dhe grumbullimin e vajrave të përdorura dhe mbetjeve portuale. Gjatë një konferencë për shtyp, drejtori i kontrollit të Mjedisit në këtë ministri, Alfred Deshati, tha se gjatë kontrollit të inspektorëve të këtij institucioni është vënë re shkelja e disa rregullave mjedisore nga subjekte të cilat merren me riciklimin e vajit. Sipas kontrollit të ushtruar është vendosur gjobë për 11 subjekte, ndërkohë që janë pezulluar lejet mjedisore për 14 subjekte dhe janë në kontroll të plot 16 shoqëri të trajtimit të vajrave. Mbasi ne kemi bërë një analizë të hollësishme të gjithë dokumentacionet paraqitur nga ana tyre, si dhe gjithë aktivitetit, në fjalë rastet të cilat janë të konstatuar nga inspektorët tanë që janë në terren, ne kemi arritur në këtë përfundim. Por 11 subjekte kemi vendosur masën administrative dënim me gjobë, 500.000 lekë të reja, ndërmjet këtyre subjekteve sigurisht që bëjmë pjesë
riciklus, trajtus, grumbullus dhe gjenerus. I kemi bërë propozim ministrit të mjedisit masi në bazë të ligjit për mjedisin, është e drejta ministrit të vendos për pezullimin dhe standardizimin e lejeve për gjitha të subjekte që konstatojmë që kemi shkelje të kushteve të lejes mjedisore, edhe është përcjell ministrit të mjedisit zotit Mediu për pezullim për 14 subjekte, të cilat janë të pajisur me leje mjedisore nga ana jon për trajtimin dhe riciklimin e këtyre vajrave, si dhe grumbullus edhe transportues. Kemi vendosur për heqjen e lejes mjedisore për 2 subjekte të cilat janë pajisur me leje dhe nuk e kanë ushtruar aktivitetin e tyre për 2 vjet rresht, dhe në bazë të ligjit këto subjekte është bërë propozimi i ministrit për heqjen e lejes mjedisore. Tërheq vëmendjen këtu që nga 18 subjekte që ne i kemi aktualisht të pajisur me leje mjedisore për trajtim, riciklim, grumbullim, transportim, janë të gjitha nën monitorim drejt nga inspektorët tanë të agjensive rajonale, por të gjithë veprimtarinë e tyre në vazhdimsi deri në plotësimin e kushteve sipas lejeve dhe standardeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë Deshati bëri thirrje për të gjitha subjektet e riciklimit dhe gjenerimit të vajit që të respektojnë rregullat mjedisore, në rast të kundërt, penalizimet do të vijojnë. Edicioni lajmeve ka përfunduar këtu, të nderuar shikues, ndërkohë që informacionet dhe programet tona mund t'i ndiqni në çdo kohë dhe në adresën online utvviznews.tv. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na kushtuat, bashkë mirupafshim.